Përshëndetje miq të dashur. Ta ndëgjojmë opozitën e sotit se sa herë e kanë festu liberalizimin e vizave pa hiç. Sa herë e kanë gëny popullin. Të ndëgjojmë të bashkë miq të dashur. Me këte, unë e veç mu i me thonë Kosovë surime liberalizimin. Falenderoj mirë të gjithë kolegët e parlamentarët në Parlamentin Evropian, cilët kanë votuar për lëvizjes lirë qytetarëve ta. Në fund të qershorit të 2014-s publikohet raporti i cili do të konstaton se qytetarët e Kosovës mund të votojnë pa viza se krejt kriteret janë plotësuar. Dhe Ne jemi optimist që qytetarët e Republikës së Kosovës do të lëvizin të lirë brenda vitit 2018. Në fund të këtij viti për këtë, dhe bashkë jemi të sigurt që në vitin 2016 qytetarët tanë do të udhëtojnë pa viza. Udhëzimi ka ndodhur pa vizë. Ka ndodhur brenda. Ka ndodhur. Ishte në mbetër punëve të kryhen, për të ndodhur pa vizë. Lekët që pashku ka gjatë. Liberalizimi ka ndodhur pas vizë. U duhet me ardhë Albini, por me po liberalizimin e vizave. Me leftu korupcionin, me leftu shumësane, me hiq kambe me Mitrovica, e shumë tjera s'po du me përsërit prapë, se është pak tani del të tërten. Miq të dashur, a pesheni sa ju kanë gënyer opozita, sa ju kanë gënyer dhe prapë i votoni më burr. Unë s'po i kuptoj më burr. S'po i kuptoj vëllezërit e mi, motrat e mia, nanat e tonëve. S'po i kuptoj. Si e votoni njëri që ka gënyer 20 vjet? Si e votoni njëri që ju ka vidh 20 vjet? Si e votoni njëri që e ka shkatruar Kosovën 20 vjet, këtë sende kanë shit në Kosovë, këtë fabrikat e kanë shit në Kosovë. Po si keni zemrën me Allah me votu? Për hatër? Apo për pare? Qëtë dyja janë tjera s'ka. O i keni familjar, o i keni të shtatit, o keni marrë pare për tine. Se nuk ka mundësi, për bes nuk ka mundësi. Nëse ti mu vjedh një herë, okej, për nëse vjedh një herë, ta bëj Allah.